Filloj. Dakord. Në këtë fushatë parazgjedhore që u bë, konstatova diçka të veçantë. Se tash të flasim, i thon pas së vjelash, Mbaruan zgjedhjet, dihet fituesi, sikur se dieshe më parë, e kemi thënë, e stërthen. Vetëm ata që fluturonin, thoshin të kundërtën. Mbase e dinin, mbase se dinin, po ç'rëndësi si ka. Flasim çfarë thoshin. Çfarë konstatova unë? Dy profetë, të dy liderët bënë profetin. Profetin. Rama nga në ti, nga në tjetër Berisha. Parashikuan edhe me hollësi dhe në shifra, sidomos Rama, Nostradamus, rezultatet. Bile, edhe çdo ndodhte pas rezultateve, pas daljes rezultateve. Pra dy profetë. Njeri ti doli, profecia, Rama ka qenë profete më parë, se doli edhe një profet në zgjedhjet e shkuarave, quhej Basha. Profecitë e tij ishin nen. Nga vese ti ka nisur a nxirë të zoçka, nese. Pra, profecia e Ramës doli. Me pak përqindje të vogël gabim në shifra. Po quhet profeci. Për këtë do shënohet në analet e historisë në politikën shqiptare dhe të zgjedhjeve. Po miro njerëz. Rama ishte i sigurt se i dinte e kishte edhe gurin edhe arën. Pala tjetër, Zoti Berisha, që nuk ishte as gurin as arën. Në çfarë fuqie, force dhe besimi u bë profet. U bë profet, po flasim kur e shpalli profesinë. Tjetër gjë që nuk i doli. Bile u kthye në të kundërt profesia. Me çfarë baze? Me çfarë analize? Në rast se do të thoshte këto që po thotë pas rezultatit, shumë më përpara, pra shkaqet e humbjes, që i dinte se këto nuk ndodhen tash. Gjatë votimeve, ditëve të fundit ndodhen ezem, vjedhje, pagesa në dorë, mbi dorë, jo mielli, jo rizi, jo sheqeri, vaj e të tjera. Apo para e thatë. Por nuk përmbysin këto, jo. Rezultatin e zgjedhjeve. Të jeni sigurt. Mos i ofendojmë edhe kaq shumicën e njerëzve, se pakicë ka. Që shiten për çmozje. Nuk vendoset fati i zgjedhjeve nga kjo pakicë. Atëre kur lideri i PD-s e dinte atë që tha më pas, shkakun kryesor që e quajti krim elektoral. Shtetëror bile. Sepse u bë hapur. Pra nuk quhet vjedhje në kuptimin e vjedhjes direkte. Po quhet e kamufluar, e zbukuruar me ato dy gjëra që bëri Rama.
që e thotë dhe Berisha. Çfarë bëri? Atë të parën, atë bonusin që dha 100.000 sa dha për pensionistët. U dha. Çfarë u bë? Një protestë gojore edhe u la. Se u shpresuaj që nuk do ndikonte. Dhe nga një ranë edhe unë e them. Se e veten, jo e veten, pensionist jam. E në rast se unë jam i thtar i një partie, i Partisë Demokratike. Shembull po marr. Dhe qeveria mi jep atë 100.000 bonus, dhurat të themi, 2 muaj, 3 muaj para zgjedhjeve. Edhe çfarë? Çfarë do bëj kjo 100.000? Do zgjidh problemet e jetës time dhe njëkohësisht do më ndryshoj karakterin, personalitetin, besimin, pikpamjet, botkuptimin tim dhe qëndrimin tim politik. E do them bravo, e do vetë të votoj për Ramën. Është naivitet. Pra në rast se kjo ka ndodhur, nuk ka ndodhur. Pra nga pensionistët, në rast se ka ndodhur, nuk ka ndodhur se ndikovi kjo 100.000. Nuk ma nxet ruri këtë gjë, ta pranoj. Në rast se ai pensionist është demokrat tamam, siç kemi parë, demokrat. Nuk do ta përfilte atë 100.000. E të ndronte fletën me njerë. Pra këtë nuk e besoj. E të dua ta besoj, nuk e besoj, zoti Berisha. Që të përmbysë pikpamjen time dhe kaun e votimi tim. E para. E dyta, kjo e gjobave. Sa mira ishin, e zem se ishin. Dhe çfarë pastaj? Unë prabe veten time. Në rast se kisha një gjobë 100.000, 200.000, 500.000. Dhe ma fali qeveria. Dhe çfarë? Prap kjo do ndikonte tek unë. I djathti, demokrati. Që të ndryshonja votën, e t'ja jep një, si thonë, qeveriut. Në asnjë mënyrë. Pra në të dy rastet, po ve veten time, unë nuk do ndronja. Dhe në rast se s'do më jepte atë 100.000, e në rast se nuk do më falte borxhin. Por jam socialist, kam qenë, ta them dhe jam socialist, unë pra votën do t'ja jep një. Si ajo gruaja që e kemi thënë. E ta pis. Ma jep, s'ma jep. Si e tha? Pra këta janë njerëz të vendosur. Qysh në lindje, qysh në gen. Se ku do votojnë e për këtë do votojnë. Pra këta të dy faktorë mund t'i kapësh si anë ligjore, si argument kushtetues që lejohet apo s'lejohet kjo gjë. Të ndodhte në kohën para zgjedhjeve. Por një gjykim i thellë mundet që dhe organizma ndërkombëtare t'i bëj skeptike në këtë, të besojnë që këto përmbysën rezultatin. Atëre, mbeten argumentat e tjera, që nuk po i shohim akoma. Ekzistojnë patronazhistët, e pa diskutuar. Unë nuk flas dot me çfarë pam në videot që jepeshin. Po pa patur burime të sigurta dhe argumenta të sigurta, unë nuk kam të drejtë të flas. Sigurisht që besoj që kanë vendor. Dhe vjedhja bëhet, do me thënë, me ato marifetet, çfarë thon treni bulgar apo treni kines. Në rregull? Atëre ti, kur i di këto gjëra,
që s'jam për herë të parë. Janë ja 3 herë radhazi. Përse profetizon? Edhe thua me insiguri të madhe që më 12 maj Rama do kaloj në opozit dhe unë në pozit. Do jem kryeministër. Një siguri, eufori, çfarë të them? Një siguri e madhe që i bëri shumë prepotent njerëzit e Berishës, me nokën në krye. Nuk pati qytetari në këtë drejtim. U fol me siguri. E pa ndryshueshme kjo siguri me 4 vite më parë. Me Bashën. E pa ndryshueshme, si 2 pika ujë, binjake. Ndryshonin vetëm personazhet. Atëherë ishte Basha, këtë radhë Berisha. Profecia e Ramës doli, bile tha, do unë me kaq, pëdeja, të nesmen do thot në vodhën, të pas nesmen do thot protestë. Nuk që zotësi e Ramës kjo profeci. E di një unë, ti, tjetri. I kemi thënë e stërthënë. Profecit i kemi bërë ne më parë. Këshillat i kemi dhënë ne më parë. Me gjithë shpirt, me dashamirësi. Kam disa video në YouTube të 2, 3, 4 viteve më parë. Që me foltorene, që me ato deklaratat në presidencë të Metës, e çfarë ndodhi, 8 janarit, e të gjitha, i kam aty. I shikoj, edhe nuk kënaqem që më doli fjala. Nuk kënaqem, nuk mbure më doli profecia. Ndjem keq. Se them kur unë njeri thjesht, i parashikova, i mendova, edhe fola hapur, e ju drejtova hapur. Berishës, Lulit, Metës, Ramës, kush e ti? Ore, kur themi fola hapur, nuk u takova me ta, jo. Sepse ata u takuan me njerëz të tjerë, më të njojtur e më lartë se unë. Njeri me Nozin, tjetri me Vrenozin, e tjerë të lavara. Ata janë sot. Ata kanë fansat. Ata shikohen, ata dëgjohen. Ata din të flasin bukur, të shajnë bukur, të ofendojnë bukur. A kuptoni? E përsa kohë dëgjojnë këto zera. Në emër të asaj që këta janë baza, këta janë demokratët e vërtetë. E unë këtë, i vura një emërus të përbashkët, sa poshtë ra pjaca në politikën shqiptare, në të 2 palët, po them në tepër, në palën umbëse, që më vjen keq. Çfarë kam thënë unë më parë? 2 gjëra. Berisha të riqej, të mbante post nderi, president i nderit, i pëdesë, pra autoritetit i do ishte. Ata njerëz do me thënë që e adhurojnë edhe me potencën e ti prap do ndikonte do bënte, president deri. Dhe të zgjidhte njerëz të denjë, s'po them të rinë në moshë, njerëz të denjë, të papërlyer, e që s'janë bërë bozë në popull. 100% do kish fituar. Mbi 100% do kish fituar, jo në kuptimin e votave. E them 100% i sigur që do kish fituar. Pse nuk e bëri? A je di? E unë tashi, ndjej sinqerisht keqardhje. Keqardhje. Asgjë tjetër. Mirë pafshim.